A doni të shihni një koleksion të rrallë që kushton miliona euro në një vilë në veri të Italisë, pro në një shqiptari që do të mbetet anonim dhe nuk e tregon identitetin e tij. Kjo është një pikturë fantastike, shifeni, e Kisling, që kushton shumë maramëndse, ka një skulpturë të Rodinit, por gjërat më të rralla janë këto. Këtu keni një Picasso, piktura e parë e Picassos origjinale, piktura dytë e Picassos origjinale. Jo piktura, janë grafika të Picassos, por kopje origjinale, pra një kopje e bërë, dhe kur i ngjitesh shkallëve nëpër këtë shandan mrekullueshëm, ka akoma ca thesare. Ky është një Dali origjinal, ndërkohë që duke ngjitur shkallët me këtë shandanin e mrekullueshëm, ka dhe një sër pikturash tjera, një tjetër Picasso, ja dhe një Picasso i dytë, një tjetër pikturë, dhe kjo është ndoshta më e mira e Picassos, shifeni, më interesante, dhe një tjetër sipër në mur. Imagjinoni që brenda kësaj vile ka një thesar me 8 piktura origjinale të Picassos pa llogaritur të tjera, dhe shiheni se si duken ato të vendosura përgjatë murit.